Na jena diaspor, na jena full shit show. Na jena diaspor, na jena full shit show. Full. Na jena full shit show. Na jena full shit show. Na jena full shit show. Na Jena 50 miljoner klikime! full shit. Full shit show. Yeah! Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show. Full ship. Ej, 50 milion, 82 milion klikime organike, originale prej krejt diasporës në Full Ship Show. S'po di që është me njës këtë sezon. Emisioni i parë pas fesës tonë. Pas fesës aperitive që patëm, ky është emisioni i parë për këtë sezon, të cilin do ta kemi ekstra me mysafir për herë të parë në Full Ship Show. Mirë por, dua ta hap duke ju falendëruar të gjithë shqiptarëve që mezi keni pritur për të ardhur ne me sezonin e ri të Full Ship Show, të gjithë shqiptarëve diasporës, shqiptarëve në Kosovë, në trevat tona, ju kam herc gjithëve dhe ju du fort dhe faleminderit shumë për çdo koment tuajin, përshëndetje, shikim, klikim, gjitha këto me radhë, unë bashkë me Marash Pulajn. Faleminderit shumë. E fillojmë këtë sezon se bashku do jemi bashkë deri në muajin qershor 2026 dhe do sillim përsëri yjen nga diaspora. Mirëmbrëma gjithë shqiptarëve edhe një herë, edhe Marash. Jena lodhë këtë verë, por kena kalu shumë bukur. Kemi kalu shumë mirë. Edhe nuk e di ti biles pakten, unë e kam thonë edhe herë, për e thëmë përsëri se unë do s'kam nevojë as me harxhu pare, as me shku në pushime, as me usjellan e këtej, vetëm mjafton me e bo follow Marashin edhe e shëtiti krejt botën. Kështu që ky shëtitën i kështu historit edhe e zonë si kur kam shku vetë. Po herën e fundit, çka mu trënu që ky shok, nuk e di, çka poti që shkoj njëri në Venezuelë, në një vend ku kryeministri i atij shteti ka bo thirrje për shqiptarë që janë mafja, shteti në rrezik prej mafjës shqiptare, imagjino, del kryeministri i një shteti. Ky tipi këtu, edhe interesant, kam në gjumërash, që për mu fut në Venezuelë, nuk duhet me qenë influencer, gazetar duhet me qenë, nuk duhet me qenë shqiptar. Po. Të dyja i ke pas e ke shku e rreziku. E kom rreziku, po. U ka në aventurë, dashë me përjetu një herë diçka tjetër, dhe me pa një shtet që hala nuk ka turizm zhvillum, infrastrukturë turizmit, edhe për një ma shumë interesant u konë. 2 javë dit, as një turist huj se kum pa. I vetëm jam konë. Para me ndoni që konë, ka shku njëri ka lujt me jetën e vetë. Me fut në Venezuelë, e ketë ndalume, automatikisht me konë gazetar, automatikisht e ketë ndalume me konë shqiptar. Ky tipi të dyje ka pas, të ka hymrena. O mërzite me jetën që ka ndaqysh? Thash... Se ta kalzojnë i vendën është të ma e palatit në me hypë. Në fakt, kum folë me atë njerës të Venezuelës edhe ju kum thanë, sa një maj ketë që mund me ndodha është që më thojnë në aeroport, nuk të lajmë me hi edhe të qojmë në Zvicër. A im këshyri mu më ka thanë, po ti e din që kjo nuk është sa një maj që kish mujtë me të ndodhë këtu. Dhe më thanë... Ka pasë edhe sa në më të shkia. Kish mujtë me ndodhë që arestona, a më ndodhë diçka... Po mo kështë arrestimi mërë gjikën, dhe të fshinë peke t'im duhet. Veç, du me thanë që tanë kohën... A të tekin qafë mërë gjikën, të po keshti mo, ati. Të më rëvan, që të kesh? Ta thash emnin, mësë më kesh, vërë, ta thënë. Nashta e kam edhe të video që mujna më nreq në montaj me kalzu pak se qka kum përjetu atje, që shmu ka do gvenë. Ma le pra që të gjokë, kështu kena me dhe bojë rubrike ekstra, për këta në emisionin tjetër, të rallës, okej? Do flasim në emisionin tjetër ekstra për vizitën tonë në vendin e çuditërave. Ka shku njëri, një lloj si me dal trenit përpara. Atëherë, Marash, mirë se ke ardhur të vazhdojmë sezonin një herë së bashku, se kena jo, emisionin tjetër do ta kemi. E fillojmë këtë emision Full Ship Show, emisioni i parë nga studio flasim. Për këtë sezon 2025-2026, ku ka më mirë se ta fillojmë me një recitim. Pra, ju e dini që baza e Full Ship Show janë promovimet të vlerave shqiptarëve, talentet shqiptarë, gjitha ne me rallë, suksesi, bizneset e diasporës shqiptare. E sot kam vendosur që ta kemi ideal 10 vjeçar për ta hapur këtë emision ekskluzivisht. Quhet Simon Zalli, jeton edhe i lindur në Zvicër dhe kanë shkruajtur që reciton shumë mirë. Edhe sot kemi thirrur ekstra
për të recituar vargjet e Pashkovasës, Moj Shqipëri e mira Shqipëri. Tash me e thonë une, ndoshta se ka efektin dhe vlerën që mund ta ketë kur e thot një djalë i lindur e i rritur në Zvicër, edhe me ndjenja patriotizmi gigant, edhe motivuese patjetër, sepse rinia edhe adoleshentët apo mosha e tij duhet patjetër që ti ndjekin të paktën hapat e tij, që të jemi sa më shumë afër gjuhës, kombit, traditës, recitimeve, këndimeve e gjitha këtë me radhë. Dhe jam i sigurt që partnerët tanë, sponsorët tanë që do i falenderojmë pas këtij recitimi, të këtij dialogi, do e mirë kuptojnë patjetër sepse është më mirë me hapi me një recitim të bukur edhe pastaj me falenderimin e sponsorëve marrësh, apo jo. E ftoj me duar trokitje unë Big Up Jonas, Simon Zalli. Hajde Loçk. Mirë se erdhe në Foqip Show. Simon u tuta që të më morë moderimin, o thashtë të marrë me ndru karriken me mu. Ç'është je, Simon? Mirë. A i mirë, a i lodh? Jo. A me të folë me dialekt Shqipëri apo dialekt Kosovë? Si dush. Të dyja i kupton? Po. Okej. Ku je në shkollë? Në Madisville. Në kanton Lucern? Jo, në Bern. Bern, kanton Bern. Okej, si po kalon? Mirë. Me nota je mirë? Shumë mirë. Me shoqe? Mirë. Shoqe më shumë, shok më shumë? Shok. Shok më shumë. Po ani, më mirë se 10 vjeç që kje, po? 11. 11, x-dofsh. Inshallah 100 e sa i ban. Faleminderit. Si po duket këtu në Zvicër, se mami është nga Lezhë, Po. apo jo? Babi nga Gjakova. Ti i lindur në Zvicër. Ku ndihesh më rahat, Simon, kam dëshirë përpara se të recitosh me ditë, ndihesh më rahat në Zvicër, në Lezhë apo në Gjakovë? Me të fanë drejt në Lezhë. Në Lezhë më Mas mirë. shumë ti në Lezhë? Çka të pëlqen mas shumë ti në Lezhë? Po mjafton që është vorri Skënderbeut aty thuj. Mjafton që ajo. Po. A është ashtu apo jo? Po. Betimi tash kam na shoh, po na vetëm. Di gjigant, doja është që ku ka nipin. Kam qitë histori herë, Skënderbeut, kur ma po dini, thot doja. Bukur, Lezhë, çka të pëlqen tjetër në Lezhë përveç? Nuk ka shumë teknologji edhe kështu, ma shumë kështu me kohët vjetra dhe më pëlqen kështu. Historia të pëlqen, historia shqiptare. Kur ke fillu mu marrë me poezi, me recitime? Në këtë vit. Në këtë vit? Për këtë vit e ke mësu këta më i Shqipëri? Po. Sa kohë tu ka dash me mësu? 2 javë nështë? Për 2 javë ke mësu? Po. Okej. Bukur. Simon, kam pas shumë dëshirë me të ftu dhe me të një gjuhë unë edhe shikuesit tanë, që i kemi miliona shikime, recitimin e Pashkovasës nga ty. Më i Shqipëri, mira Shqipëri. A do ta recitosh ulur apo në kam? Okej, për ty. O moj Shqipni, e mira Shqipni, kusht ka shti me kryen hi, ti ke pasken një zoje ran, burrat e dheu të firshen nan, ke pas shumë të mira e begati, me vajzat bukra me djem të ri, gja e vend shumë ara e bashtina, me armë të barfa me pushkëltina, me burra trima me gratë lira, ti ndërshoqet ke pasken ma e mira. Kur ka kris këpush ka si me shkrep moti, e zogu e shqiptare gjithmoni zoti. O shken për në luft ka dekun, e vun mrapa kur si kam betun. Kur ka ljef besen buri Shqipnis, e ka shti drivën gjithru me lis, tër lufta trepta gjithmon ka ra, e me faqet barf gjithmon ashtë da. Por sot moj Shqipni, por me fuj si je, si lisi rëdzum për vle, si mal me borë, si fush me lule, ke pasken veshëm, sot i me crule, e nuk të kam betun, as emen, as bes, vete ke prishëm për faqet zes, shqiptar dër vllazën janë të vra, dër 100 qeta janë shpërnda. Sa fon kam fe, sa fon kam din, njërni jam turk, tjetri latin, do fon jam grek, shkije disa tjerë, por jemi vllazën gjithmonë të mirë. Qon ju shqiptar prej gjumit, qon ju, e një bez të gjithë bashkon ju, e mos shikoni kisha e xhamia, se feja shqiptarit o shqiptaria.
Jonas! Faleminderit. Bravo Simon. Shumë bukur. Bravo. Shumë bukur, Simon, bravo qoftë. Shumë faleminderit për këtë recitim bukur, emocion që na dhe. A thashë me një gjuhë prej teje, kam emocion më shumë se sa me një gjuhë prej dikujt tjetër. Kështu që të falenderoj shumë që ke qenë sot në Folship Show. Faleminderit juve se mujtë mu kanë këtu. Me kënaqësinë më të madhe. Të kam marrë, tash kemi pa veten shumë shpejt në televizor, Okej. në rrjetet sociale me këtë recitim dhe jam i sigurt që kemi motivu edhe shoqërinë tonë për më janisë dhe ata me mësu, me recitu po me thon vjersha. Shumë faleminderit Simon i dashur, të përcjellim me duar trokitje edhe me Big Up Fon Jonas. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit Simon Zalli. Shembull i Shumë mirë. faleminderit, shembull jashtëzakonisht i mirë, realisht edhe kështu që tash marrash falenderojmë sponsorët tanë, të cilët i kemi të shenjtë për këtë sezon, ne kemi thënë gjithmonë që Folship Show ka bashkëpunime me kompani të ndryshme, të mëdha, serioze dhe që ja vlen të bashkëpunoj jo vetëm ne, po edhe shikuesit tanë të jenë pjesë e këtyre bizneseve që ne përmendim. Në fakt, këtë sezon ne kemi kompleksin dhe fshatin turistik, i cili është në... Ja, sa po fola për fshatin turistik, ja ku e ke. Shikoje, s'ka nevojë për shumë fjalë. Në këtë fshat turistik, ju ftoj gjithëve që të bëhemi komshi së bashku, ja ku e kam une, hajde bëhemi komshi së bashku, e bleni një villë me pishin 270 metër katror dhe ja vlen në kompleksin Anesi, në Artan, në Gjilan. Faleminderit shumë kompleks Anesi që je këtë sezon me Folship Show, të duam shumë mit Big Up Fon Jonas. Falenderojmë edhe në gjuhën gjermane shpejt për ato që se din. Marash kena bo pauzet më të më duket. Vielen Dank, Komplex Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank, Komplex Anesi. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Të vazhdojmë edhe me sponsorin tjetër, Dentfix. Vielen Dank, Dentfix. Ihr Traumlächeln in besten Händen. Modernste Technik, höchste Hygienestandards und persönliche Betreuung durch Dr. Fehim Haliti. Von Vorsorge bis ästhetischer Zahnmedizin, Dentfix sorgt für Ihr gesundes, strahlendes Lächeln. Vielen Dank. Nuk ka nevojë ta bëjmë shumë të madhe këtë gjë, sepse e din gjithë shqiptaria që Dentfixi është ordinanca e stomatologjisë me emër më e mirë dhe me klientelën më të madhe që ekziston, kështu që është partner me Folship Show, Dentfix, për dhomë fix dhe për buzëqeshje të mirë e keni shtëpinë tuaj në Dentfix. Faleminderit shumë që jemi me Folship Show Dentfix. Tani më interesantja që është, mund ta thuash në gjuhën gjermane, pastaj ta them në gjuhën shqipe. Vielen Dank, Care & Hairfix. Mit modernsten Methoden bietet Care & Hairfix natürliche Haarwiederherstellung auf höchstem Niveau. Jede Behandlung wird individuell geplant für eine einzigartige Haarlinie, volles Haar und neues Selbstbewusstsein. Vielen Dank. Ju them gjithë shqiptarëve të diasporës dhe gjithë shqiptarëve anë mban treva tona që teknologjia ka arritur kulmin dhe teknologjia dhe teknika më moderne, inovative, të gjitha i ka shtëpia e Care & Hair, e mbjellëve slogë në Prishtinë, e cila është familje e Dentfixit, kështu që ju ftoj të gjithëve tashmë për një mbjellje floku të modernizuar me makinerit më inovative që ekzistojnë, që nuk i gjeni askund tjetër, i keni vetëm në Care & Hair Fix, në qoftë se doni flok fix, dhëmë fix, i gjeni vetëm në Dentfix dhe Care & Hair Fix. Faleminderit shumë që je këtë sezon me Folship Show Care & Hair Fix. Gjithçka me fix o gjigant. Fix, në gjitha anët fix e ke. Vielen Dank, Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. E mbursh një luksin e aeroplanit GP Aviation me kufera, me çmimin e njëjtë aq sa bën bileta. Me GP, me Pristina Ticket ju ftoj të udhtoni 3 herë, domethënë 3 destinacione të Zvicrës. Ke Gjenev,
Cyri Bazel çdo ditë dhe anasjelltas me Prishtinën. Përndryshe mbi 17, 18, 20 destinacione në gjithë Evropën me Prishtina Tiket. Faleminderit shumë që jemi me Fol Shqip Show në këtë sezon. Të duam shumë Prishtina Tiket. Marash, Kemi misafir në studio. kemi mysafir në studio. Por e kemi ama, a të mësojmë pak apo jo? Para se të ftojmë misafirët, mësojmë pak shqip. Mësojmë pak shqipen, edhe ne kemi nevojë, po edhe shikuesit kanë nevojë. Është me rëndësi. Ja, për shembull, janë disa gjëra që ne e kemi bashkëpunimin shumë të ngushtë me autoritetin e media audiovizive në Shqipëri, regjia, bravo. Atëherë, shiko, nga autoriteti media audiovizive në Shqipëri, me zonjën kryetare Armela Krasniqi, ne kemi këto forma të shprehurit janë të gabuara, pra, të cilat mund t'i zëvendësojmë me forma të sakta në gjuhën shqipe. Atëherë, të ty Marash, nuk është të saktë, është të ti. Po. Pra, të ty përdoret shumë në Shqipëri. Instituti. Instituti, është gabim? Ja, Po thuhet instituti. instituti. Instituti, po, instituti Me e thash tentën, unë, thash po. pse është ashtu. Atëherë, instituti është e gabuar. Institut nuk duhet thënë, është forma e gabuar. Forma saktë është instituti. Që ta kuptoni, po. Karrotë. Me rrëth. Me rë nuk thuhet karrot. Pra, e heqni, keni mundësi edhe me shparit njëre, e kurseni njëre, edhe në gjyren, edhe në qofë se shkruni e kurseni. Karot, me rë. Të po kesh betim? Kultura e jonë. E jonë. A thuhet vetëm Atëherë, kultura... eja hiqet, kursehet në gjyra përsëri. Mos e thuni kultura e jonë. Kultura jonë. Këto janë gabime gramatike. Janë gabime, pra Jo fjalë forma të huaj, e po. gabuar, forma e saktë. Po. Pra, kultura e jonë, që realisht unë e jonë do ta kisha shkruajtur, u desh ka me hydhe në klasë parë. Kultura jonë, pa atë enë. Çfarë me apostrof? Çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Pra, Shkruhet ndryshe. po, pa atë Po. apostrofën. Ka njerëz Atëherë, që e përdorin unë ashtu. çfarë ndodh? Realisht jo, është e formë e gabuar, unë nuk e kam shkruajtur ndonjëherë me atë. Ja. Pra, e heqim edhe atë pjesën, kemi mundësi këtë javë me shparit edhe në gjyrë dhe germa. Ekuilibra të reja. Ekuilibra të reja, forma gabuar. Po, se Pra, ekuilibra të rinj, të ri. pra jo të reja. Ekuilibra të reja, Ekuilibri, ekuilibra të rinj. po, është fjala. Të rinj, pra i bjen forma e saktë sipas autoritetit mediave audiovizive. Vendi i të drejtës. Vendi i të drejtës është formë e gabuar. I të drejtës nuk thuhet. Mësues Marashi, si thuhet në këtë rast? Vendi i së drejtës. I së drejtës. Gjigandje. Bravo mësues Marashi. Atëherë, vendi i të drejtës bie është formë e gabuar. Vendi i së drejtës është forma saktë. Mësohuni mos dëgjoni. Mësohuni mos dëgjoni. Një Mësohuni fjalë mos mund bën. dëgjoni. Mësohuni të mos dëgjoni. Nëse kjo është e kuptueshme realisht. Mirë po, është një kontribut jashtëzakonisht i madh që i jepet edhe formave të gabuara të shprehurit, por edhe gjuhës shqipe nga autoriteti mediave audiovizive. Faleminderit shumë. Faleminderit.